Dokumenti që po e shene është vendimi i qeverisë për emërimin e 7 drejtorëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ky propozim sot i është dërguar në Komisionin për Ekonomi në Kuvend, pasi në farën e rend të ditës. Pra kanë reaguar edhe deputetët prej opozitës, pra ka qenë jashtë rendit ditës edhe është sjellë në komision prej deputetës Rozeta Hajdari, ish ministre e qeverisë Kurti, e cila ka deklaruar në komision se i ka shqyrtuar CV-t e kandidatëve pra emrave që gjenden në këtë listë. Kjo listë tash pritet nesër të dërgohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim. Por disa nga emrat në këtë listë të miratuar nga qeveria e Kosovës janë persona të afërt me pushtetin e që kanë pasur edhe probleme me lizin. Po shkojmë me radhë, Hekuran Niksi që është propozuar si kryesues i bordit nga qeveria në krye me Albin Kurtin, ka qenë krye inspektor i inspektoratit të punës, pozitë kjo ku u pat emëru edhe ka nejt në këtë pozitë disa vite kundërlehtëshëm. U pat emëru prej Kurtit edhe Hekuran Muratit edhe të dy nuk pranojshin me hek prej pozitës, ani pse gjykata themelore, gjykata apelit, Supremja e pat vërtetuar se Hekuran Niksi është duke nejt në këtë pozitë kundërlehtëshëm. Tash ndaj të njëjtit janë duke u zhvilluar edhe hetime prej prokurorisë sepse u pat arrestuar dhe u pat dërguar në mbajtje për 48 orë në shkurt të vitit 2025 në ndyshimin për veprat penale kes përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, cënimi të drejtave nga marrëdhënia e punës dhe përdorim i paautorizuar i pasurisë. Pra, personi që ka qëndruar me vite kundërlehtëshëm në pozitë, sepse këtë ja ka leju qeveria Kurti në atë kohë, edhe se është në nënhetim për disa vepra penale, tash është propozuar për kryesues të bordit të Agjencisë Kosovare për Privatizim. Pastaj është ky emri tjetër, Fejm Kelmendi. Fejm Kelmendi ka qenë drejtori i financave në Postën e Kosovës në PTK, nuk e di a është ende në këtë pozitë, edhe ndaj tij ka pas procedurë penale, pasi që u pat ftuar prej prokurorisë speciale në dhjetor të vitit të kaluar në ndyshimin për kryerjen e disa veprave penale, përfshirë këtu kes përdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar dhe cënimi i të drejtave në marrëdhëniet e punës. Cita persona prahen ende në procedurë penale, janë të u kry hetime ndaj tyre, ndërsa qeveria po tenton nesër në Kuvend me i votu emrat e tyre për drejtora edhe kryesues të bordit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Pra të dy, edhe Hekuran Niksi edhe Fejm Kelmendi, së paku janë duke u hetu për kes përdorim të detyre zyrtare, ndërkas po shpërblehen me pozita të reja. Fejm Kelmendi njihet edhe për mbështetjen e tij publike ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Ai kishte fyer edhe gazetarët në të kaluarën, ndërkas në një postim i njëjti kishte shkruar ndër të tjerash: kush postmallet zot kish ditë me kriju këtë qenje kas të kompletuar, duke u referuar kështu kryeministrit Albin Kurti. Emri tjetër në listë është edhe Adhej Hykolli, i cili gjithashtu nesër ka me u votu në Kuvend për drejtor të bordit të AKP-s. Adhej Hykolli është kryetari i BSPK-s, pra Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, por njëjti u pat kritiku prej vetë sindikatave të pavarura, të cilat kishin reaguar për takimet e Adhej Hykollit me Albin Kurtin, sipas tyre nganjëherë edhe takimet të mshefta, në kohën kur sindikatat i kundërshtonin veprimet e qeverisë Kurti. Ai ka qenë disi sindikalisti më i preferuar i Kurtit, pasi që kur 30 sindikata e kritikonin lizin për paga të qeverisë Kurti në atë kohë kur u pat votu, Adhej Hykolli e kishte mbështetur Kurtin publikisht për këtë liz dhe lizin për zyrtarët publik. Disa sindikata ishin distancuar nga Hykolli në atë kohë, disa të tjera e kishin akuzuar se i ka shitur interesat e punëtorëve, por ja ku gjendemi tash në vitin 2026 dhe emri Adhej Hykollit tashmë është miratuar nga qeveria për drejtor në AKP.